Maqedonia e Veriut është zgjuar sot në një nga ngjarjet më të rënda dhe më të dhimbshme në historinë e saj. Plot 50 nëndërin kanë humbur jetën si pasojë e një zjarri shkatrues që është përtheu në klubin e natës Puls në qytetin e Koçanit. Ngjarja tragjike ndodhi gjatë një nate argëtimi me muzikë live, ku vjetra të rinj ishin mbledhur për të kënaqur, por gjithçka u kthye në katastrofë brenda pak minutash. Sipas pamjeve të siguruara nga TV21, zjarri ka shpërthyer pa pritur në pjesën e sipërme të platosë së lokalit, ku dyshohet se ishin ndezur fishek zjarri si pjesë e shfaqjes muzikore. Burime për televizionin bëjnë të ditur se klubi i natës Puls kishte funksionuar gjatë vitit të fundit pa licencë përflekshme, duke mos përmbushur standardet e sigurisë. Si pasojë, pronari i lokalit është arrestuar dhe po merret në pyetje nga autoritetet. Ende nuk dihet shkaqet zyrtare të zjarrit, por hetimet janë duke vazhduar me intensitet të lartë për të zbardhur të vërtetën e kësaj tragjedie. Përveç 59 viktimave të konfirmuara, numri i të lënduarve është shumë i lartë. Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari, në një deklaratë për mediat konfirmoi se 148 persona janë shtruar në spitale të ndryshme të vendit, shumë prej tyre me djegje të rënda. Ai theksoi se 18 prej të lënduarve ndodhen në gjendje kritike dhe po trajtohen me kujdes të veçantë nga ekipet mjekësore. Jemi duke bërë gjithçka që është e mundur për të shpëtuar jetët e të lënduarve. Situata është e rëndë, tha Taravari. Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe në të gjithë vendin. Qytetarët nga gjithë Maqedonia e Veriut janë mbledhur pranë spitaleve për të buruar gjak dhe për të ndihmuar viktimat. Qeveria ka shpallur 7 ditë zgjedhje kombëtare dhe ka premtuar një hetim të plotë për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë përgjegjësit. Autoritetet bëjnë apel për qetësi dhe solidaritet, ndërkohë që familjet e viktimave dhe të lënduarit po kalojnë momente të tmerrshme dhimbje.